marrë me qatë senin që i do këtë interesant të dalë. Okej. Mandej shenja e 4, si shenja që vënohet mas shumëti, është shenja e peshorës. Për arsye që peshorja, pasi përfundon bot gati veshët, ndreqet, që ndronë para pasqyrës. Peshorja kokasione. Edhe si unë. Unë e kom në shenjën peshorë, kështë që e gjej vetën këto. Okej. Edhe fillon me negociu me vetën. A kjo, ajo. Nuk është e sigurt kër, a u regullu mjaftu shumë mirë, që më shku në atë takimin që Po, ose ndoshta në moment fundit i ndronë edhe i ndronë edhe robat edhe ndronë kretot fitin. Mandej peshorja edhe shumë shpesh e gjenë vetën në pasqyre, e humbë sensin e kohës edhe e harron planet që i ka bo, të e admiru vetën. Okej. Edhe thjesht peshorës në ato momente i do këtë njeri ma i bukur që ka mujt me pa. Wow, okej. Fillon të admiru vetën te për shumë. Mandej shenja e 3, shenja që vënohet mas shumëti, është shenja e binjakve. Për arsye që binjak kur bojnë plan me dalë diku, qëndrojnë te për shumë telefon dhe humbin atë sens të kohës dhe harrojnë planin që ka bo dhe mandena kur fillojnë me dalë rrugës munden me asë me 100 planet të tjera dhe thjesht të harrojnë planin kryesor që ka pas gjatë ditës. Shenja e 2, si shenja që vënohet mas shumëti, është shenja e shigjetarit. Okej. Për arsye që shigjetari është shumë optimist, është shumë spontan, edhe thjesht mendon që kam kohë hala me mbri në vend takim, edhe kështu që gjithmonë mandej e gjen vetën të u vënu dhe të vrapu me shku shumë në kohë në atë takim, edhe mandej mas një vonese shumë gjatë, shigjetari thjesht hin të buzëqesh. Okej. Edhe shenja e parë që vënohet mas shumë të janë peshqit. Për arsye që peshqit kur fillojnë me u bogati, ndalojnë edhe hynë atë imagjinatën e vetë edhe fillojnë me imagjinu të ardhmen e vetë prej këtij momenti deri në zdi, ndoshta deri në moshën kur t'i bojnë